infarkti miokardit ka marrë karakterin e një pandemie si ajo e Covidit, për shembull, dhe pandemi do të thotë që të kapish jo vetëm një shtet, një vend, po të kapish në gjithë botën. Dhe kjo pandemi është karakteristika e parë, sepse infarkti miokardit është pothuajse i pranishëm kudo në gjithë botën, si në Amerikë, si në Evropë, si në Azi, kudo. Kjo është karakteristika e parë. Dhe karakteristika e dytë e dekadave të fundit, është ajo që thatë juve, është çfaqja e infarktit në mosha të reja, 9-40 vjeç. Përpara ka qenë ideja, sikurse ju e përmendët, që është një sëmundje e moshës tretë, në të vërtet nuk është ashtu, sepse janë konstatuar ose janë gjetur dhe ne në praktikën tonë kemi pasur infarkte në moshë të re. Unë infarktin me moshët më të re kam konstatuar se kam një përvojë të gjatë në moshën 18 vjeç, një të smur nga Vlora, një djatri nga Vlora që ka mundësi të ketë qenë jo aterosklerotik, po të ketë qenë një gjë e anomalive të enëve koronare, dhe pastaj kam gjetur infarkte në moshën 25-30 vjeç,